Shikues nderuar, mirë mbroma, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini në Sken Krimi. Do të ndalemi për diskutuar në pjesën e parë të kësaj mbrëmje për atë se çfarë po zhvillohet prej më shumë se një muaj tashmë në Tiranë, teksa është duke zhvilluar dhe protesta tashmë në Tiranë dhe me pjesëmarrje të diasporës. Unë do doja të ndaleshim fillimisht tek ajo se çfarë ndodhi ditën e njëjtë përpara kuvendit ku protestues u përplasën me policinë, qelluan me vezë deputetët. Nuk e di regjia nëse i ka pamjet gati për të parë se çfarë ndodhi, dhe kemi disa pamje të veçanta aty për të kuptuar më shumë mbi përplasjen. Ndërkohë në anën tjetër ka dhe një njoftim zyrtar nga ana e policisë së Tiranës për sa i përket procedimeve dhe arrestimeve në raport me atë që ndodhi ditën e njëjtë. Kundërshtuan dhe goditën me sende të forta punonësit e policisë, dëmtuan një automjet policie si dhe sulmuan deputetët e Kuvendit të Shqipërisë gjatë ubimit të zhvilluar të njëjtën, arrestohen 19 shtetas, procedohen penalisht 12 shtetas. Vijon puna për identifikimin dhe të 6 shtetasve të tjerë që janë dokumentuar me pamje filmike për veprime të dhunshme. Gjatë ubimit u dëmtuan 15 punonjës policie dhe një automjet policie. Në vijim të veprimeve procedurale të kryer nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Tiranë në lidhje me ubimin e zhvilluar të njëjtën pranë parlamentit, u bë arrestim në flagrancë i shtetasve dhe përmenden pra shtetasit me iniciale dhe moshën. Si dhe shtetasi AL, 35 vjeç, pasi ka goditur një gazetar, po ashtu përmenden edhe iniciale dhe mosha e shtetasve të cilët janë proceduar penalisht. Grupi hetimor të Policia e Tiranës vijon punën për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të kenë kryer veprime të kundraligjshme gjatë ubimit të zhvilluar të njëjtën. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë Tiranës për veprat shkelje, shkatërrim prone. Kundërshtimi punonësit të policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, mosbindje ndaj urdhit të lishëm të punonësit të policisë dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Mirë, kjo është pjesa e parë ku ne do fillojmë të diskutojmë. Sonte në Sken Krimi unë kam të ftuar ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karanja. Shumë faleminderit Karanja që je sonte. Përshëndetje. Si dhe avokatin Gylse Zhlima, shumë faleminderit për ftesën. Tani çfarë kuptove nga protesta që është zhvilluar deri tani, kjo përplasje me policinë, me deputetët e Kuvendit, kryesisht përfaqësia e majt? Së pari duhet kemi parasysh që kjo protestë nuk ka një tabelë në kuptimin as një subjekt politik apo një shoqat ose një sindikat. Kemi të bëjmë me një protestë ku qytetarët shqiptar marrin pjesë dhe sigurisht që përmes revoltës tyre për shkak të një padrejtësie që ndodh gjithmonë në vijën e parë të policisë së shtetit nga provokimi i policisë partisë, sepse unë e them policisë partisë për shkak se po të shikoni ngjarjet se si janë zhvilluar, por edhe veprimet e policisë partisë nënkupton që është për mbrojtjen e pushtetit të Edi Ramës dhe jo për mbrojtjen e shtetit shqiptar. Po thuaj që provokoi policia, sigurisht, për ata të cilët din të shikojnë mirë edhe të kur marrin një pamje, din edhe të analizojnë. Dhe ne duhet them vazhdimisht të qytetarët që ata të cilët sot janë pjesë e policisë së shtetit nuk bëjnë 100% pjesë, sepse duhet të bëjmë një saktësim këtu, dhe saktësimi është ky. Për ata edhe një mesazh, jo vetëm saktësim, por edhe një mesazh që ju po mbroni shtetin shqiptar apo pushtetin e Edi Ramës. Këtu duhet jetë pyetja ose pikpyetja e madhe që shtrohet për ata të cilët punojnë në shtetin shqiptar, sepse unë po shikoj që ata po ndihmojnë dhe po punojnë për pushtetin e Edi Ramës, dhe kjo është diferencë shumë e madhe se sa të punosh me shtetin pra të Republikës Shqipërisë. Duhet të kemi një qartësi edhe me veten tonë, sepse zoti Rama ka përdorur policinë e shtetit duke shndëruar në policinë e partisë, dhe kjo është e provuar në 2017 kur i tha ishni kapelet për të mbledhur vota për Partinë Socialiste. Mos harroni faktin që edhe të gjithë drejtuesit të policisë së shtetit u shndëruan si ushtar të Partisë Socialiste. Ardi Veli u bë zëvendësministër i qeverisjes së Rama pasi u largua nga policia e partisë. Këto janë fakte konkrete, nuk janë mashtrime, nuk është se ne po shpifim, po është e ditur edhe në fletore zyrtare është e publikuar që ai u bë zëvendësministri i kësaj qeverie. Pra, policia e shtetit është shndëruar si policia e partisë dhe qytetarët revoltojnë me shumë të drejtë dhe bëjnë këto veprime. Tani, a përbëjnë apo jo vepër penale është ta diskutojë edhe kolegu, por e vërteta është që mjafton thjesht vetëm që aty pati qytetar dhe reaguan kundrejt padrejtësisë. Edhe një pyetje Zhlima, tani për sa i përket momentit kur qytetarët shkojnë në kuvend dhe kërkojnë llogari, aty është diskutuar që do duhet të qellojë me vezë apo jo, është diskutim paktën publik dhe mediatik tashmë. Ju si e gjykoni? Ka të drejtë qytetarit pak tjetër revoltuar
E drejta ekziston, por edhe veprimi sigurisht duhet të bashkë ekzistoj me revoltën, sepse ne kemi të bëjmë me një goditje e cila nuk ka të bëjë që të sjellë një pasojë, që do thotë një pasojë të rëndë, që do thotë veza apo domati apo diçka që godet automjetin, nuk do thotë vepër penale, por Partia Socialiste dhe Partia e Punës për shkak se kur është në një situatë e keqe me veten e vet, sigurisht që do të justifikohet që ata të cilët të dhunojnë makinat e policisë për bën vepër penale, sepse gjithmonë Partia e Punës ka qenë ajo e cila ka normuar ligje për të mbrojtur veten e vet në kur bënte padrejtësi ndaj publikut. Dhe në rastin konkret, ata pretendojnë sikur po bëhet një padrejtësi, po nuk bëhet padrejtësi. Goditja me vezë është një shenjë në demokraci ku unë nuk pranoj, nuk miratoj ato keq përdorimin që ti bën me pushtetin që unë të kam deleguar, dhe sigurisht që Partia Socialiste duhet kuptoj se nga këto revolta, nga këto protesta, nga këto manifestime, demonstrata zoni ju ta quani, Partia Socialiste dhe zoti Rama thjesht po rrit sa më shumë urrëtitjen ndaj tij dhe Partisë Socialiste, dhe këto pikrisht protesta janë një mesazh i qartë për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, dhe nuk jemi këtu të analizojmë apo bëjmë vepër penale në kuptimin gjyqësor, pra se nuk jemi këtu të themi për qytetarët të cilët revoltojnë, po jemi këtu të themi që Partia Socialiste duhet tani e tuti të ndaj, është bandë kriminale apo është një parti politike. Në rast se është parti politike, duhet të dëgjojë qytetarët, duhet të takojë ata, duhet të bëj politika që ata të ulin sa më shumë presionin ndaj partisë në pushtet, por në rast se është bandë kriminale, duhet të tregoj të vërtetën të qytetarët, sepse duhet të jetë transparente që edhe qytetarët që janë në protestë të ndajnë, kemi të bëjmë me një parti që është band apo kemi të bëjmë me një parti politike. Faleminderit Zhlima. Karanja, ka vepra penale në këto përplasje? Domethënë, çfarë bën qytetarët që morën edhe atë reagim nga policia? A do duhet policia të reagon në atë lloj forme? Ne kemi këto pamjet, pamjet që nuk janë parë diku tjetër, kanë përshtypjen, i kanë marrë ekskluzive. Në momentin kur goditen qytetarët. Ja, për shembull këtu qytetari, për shembull shif në momentin e goditjes me ujë nuk po bën asnjë lloj veprimi për shembull. Ja, kemi të qartë, domethënë, dhe ky ka qenë mas momentit goditjes me ujë kemi kundër reagimin. Po. Megjithatë, domethënë, mendoj që është prokurori do t'i vlerësoj me vëmendje pamjet filmike dhe do konstatoj veprimin e çdo kujt. Tani, gjithë diskutimi juridik kush është, domethënë. Mjeti i përdorur, për shembull vezët, përbën vepër penale të goditjes apo fyres ose bështyrja, pra ke nxjerr atë. E qartë, po. Mendoj, mendimi im personal për shembull, goditja ose për shembull hedhja e prasit, se kemi pas edhe prasë. Po. Hedhja e vezëve, qepëve. Kemi edhe bajka, në Francë kemi bajka. Bajkat e ka edhe në ndërtesë, por nuk është procedur për goditje për shkak të detyrës, se gjytim bajk. Absolutisht jo. Ose me fekale. Aty i kanë shku në Francë, i kemi në Francë. Ka shku me atë lekverdh atje shumë të egrat. Ka shku me makinën e fekaleve dhe e ka kthyer në vend, se është ai tubi që në vend ta hedhin në kanal, ja ka hedhur në për godina. Dhe është gjithë godinë e madhe ka por aty, domethënë, mendoj që këtu kemi të bëjmë përdorje këtyre mjeteve, pra qëllimi nuk është për me godit, por me fyrje, dhe është më shumë nga ana e fyrjes. Pra fyrje për shkak të se ky është fyrje, se veza ç'a bën? Veza është një mjet, domethënë, i cili dhe më shumë është në kuadrin e fyrjeve dhe qëllimi i personit që hedh vezën ose prasin, ç'a do të bëj prasi? Tash prasi ka i çik kështu qime sipër, ç'a do bëni prasi? Pra ky nuk ka dëmtim fizik, po. S'ka dëmtim, dhe kjo është në kuadrin e fyrjes, pra fyn tjetrin, kupton? Jedh i vezë, jedh i domate të prishme. Jedh një pjeshk për shembull, një pjeshk pa fare, do ja hedh. Pra kjo është më shumë fyrje. Pra mendimi personal jemi të fyrje. Do jetë prokurori që do t'i çmojë, domethënë, në mënyrë përshkallëzimi. Më shumë është jemi para veprës penale. Do ta çmojë në mënyrë të pavarur Karanja, apo do ta çmojë, ku diu mund të ketë ndonjë
le të themi urdhër nga poshtë që mendoj që do jetë mënyrë do analizohen pamjet filmike, se është çështje provës, do shkosh në gjykat. Do t'i vlerësoj provat dhe do shohë që ka vepra më shumë do të diskutimi ku është se duke i marrë në tërësi, kemi në moment që shpërndahet një tubim quhet organizimi i mitingut të paligjshëm për kundërvajtje penale. Pra do pak a shumë se po i referoj, siç janë proceduar në 21 janar deputetët e Partisë Socialiste për ngjarjen e 21 janarit. Organizimi i një mitingi për organizuesët dhe pjesëmarrjen në një miting të paligjshëm, sepse pasoja, domethënë, shifet rast mas rasti dhe duhet lidhet personi që goditet, pra një punonjës i policisë që goditet në raport me personin që ka goditur. Do diskutohet dhe te makina e policisë që është thyer, sa është vlera e dëmit, sepse dëmi i shkaktuar duhet ketë një shifër të caktuar, sepse ja për shembull është paguar, kemi thyrën e xhamit parë, është thyer xhami, mund të jetë dorë dhe kofën opak, pasyra, jo pasyrat janë mirë, mund të thyrë dhe duhet parë sa është vlera e dëmit. Pra duhet parë, bëhet një akt ekspertimi sa është vlera e dëmit dhe edhe prishje qetësisë publike, domethënë është pak a shumë që do shifet rast më radh, janë thyrë xhamat, domethënë janë thyrë xhamat. Është shkatrim prona dhe kam përshtypjen e referohen këtij rasti për shkatrim prona. Po pra, është akti ekspertimi që do thotë dëmtimi i xhamit, 2 xhama mësor, sa është vlera dhe përbën sepse ligji ka parashikuar kur dëmtimet kur do të jenë jo të lehta. Pra, do vazhdoj ky mjet të funksionojë më, pra do shifet eksperti e përcakton vlerën dhe vlera kemi një vendim unifikues gjykatës lartë që përcakton që kuptoj me pasojë të rëndë. Pra është pasojë e rëndë në kuptim ligji, sepse veprime ndaj mjetit policisë janë veprime me dashje. Pra domethënë personat duhet qartë që është thyer pra dhe kemi thyrën e xhamit para, xhamit ansor, dëmtimin e kofën, duhet parë fenerët, maskarinë, pra ka është ekspert i cili do përcaktojë sa është vlera e dëmit, nëse kemi apo jo në 150 kodit penal. Pra shifet në raport, pra çfarë dëmesh kanë, nëse dëmet janë jo të lehta, pra që përcakton eksperti, shifet në raport me personin juridik që është shkaktuar, këta personat janë lehtësisht të identifikueshëm. Pra kam pamjet filmike, janë disa televizione që i kanë nevojë, edhe mjeti që i përdor, por to është bëhet fjalë tek shkolla, tek që shkon për të shkolla tek zona përballë parlamentit. Po. Tek ja të qendra Toptan që është ky përdorimi le të themi i forcës nga ana e policisë ka qenë proporcional nëse ne shohim këto pamje qytetarë dhe vezë, përveç këtij momenti, se ky ka përshtypjen momenti më dhun nga ana e qytetarëve, për që goditet makinën. Pjesa tjetër pastaj ka qenë pak më buc janë përdorur vezë siç i shpjeguat edhe ju me radhë. Përdorimi i forcës nga ana e policisë në këto rastesh duhet, nuk duhet, u te kalua. Si vlerësuat? Mendoj mjetet e përdora është kjo e ujit, domethënë nuk është se sjellni pasojë, kuptimi. Thjesht lag, ajo makina e ujit. Mendoj që duke vlerësuar me tërësi me provat, sepse ngjarja do shifet në tërësi, këtu janë një pjesë e pamjeve filmike që jep momentin e hedhjes ujit nga ana e policisë. Mendoj që nuk është, domethënë, mjetet e përdora nuk ka. Po ka edhe qytetarë që goditen me shkop gome aty. Jo, kjo pjesë tu që po diskutojmë. Flas për tërësinë çfarë kemi parë, nuk po flas vetëm për goditja me shkop gome, domethënë duhet vlerësuar rast pas rasti te kalimi. Pra çdo rast do ketë ato që do shifet. Për shembull, momenti arrestimit kur është i neutralizuar personi, kemi kalim të ato apo do jetë çështja në hetim që do verifikohet. Këtë moment për shembull me ujë kemi një shkëmbim të një debat, domethënë këtu kemi thjesht një protest. Po kemi një protest. Kjo çfarë shohim këtu, po flas në tërësi çfarë pa më. Në tërësi kemi një arrestim, pra një goditje me shkop gome i patë, sepse kur objekti është i neutralizuar, sepse kjo është pra ti e ke neutralizuar një person që ka bërë veprën penale, nuk mund të vazhdosh. Kemi dy momente. Në moment që neutralizohet ti, do bëhet nuk ka nevojë më për dhunë, pra po themi. Po pra do bëhet shoqërimi i tij për në komisariat. Ka pasur pretendime edhe për avokatin e popullit, sepse avokati i popullit, domethënë në këtë periudhë nuk dihet se ku është, pra nuk dihet se ku është. Megjithatë, mas pushimeve mund vinë ndoshta, sepse s'kemi asnjë lloj reagimi, se duhet të reagoj, pra se ka pasur pretendime. Megjithatë, çështja është në hetim, edhe theksoj janë shumë si thosh prova që do analizohen, do vlerësohen, ka kapërcim apo jo një dhe e dyta, çfarë vepre penale është kryer. Për mua, domethënë për mendimin tim duke parë dhe analizën e mparshme, pra mjeti i përdorur për qëllim fyzik, jo për qëllim goditës, rasti i makinës është gjë tjetër, sepse ai ti po dëmton çorr. Është e veçuar, atë është kpusim si moment. Ti nuk po i gjuh, nëse
i gjumë makinës me pras për shembull. Atëherë nuk është vepër pesë, sepse nuk është dëmtumi ose me vezë. Thjesht makina pastrohet. Kurse përdorja e mjeteve aty në bandierave mbrojtëse, këtu është ajo që përbën do shifet nga vlera e dëmit, në bazë vlerës dëmit shifet ka apo jo vepër penale dhe nëse ka, autorësia aty është kryer në bashkëpunim. Pra, tërësinë asaj proteste u vlerësoni që më tepër qëllimi ka qenë për të fyer, për kërkuar llogarisje sa për shkaktuar dëmtimin. Edhe veprimet e policisë të paktën tek këto pamje janë proporcionale. Hedh ujë, këto pamje janë kështu, ka dhe pamje të tjera, kam përshtypjen e pamjet e tjera, flas ai momente shumë i rëndësishëm kur neutralizohet një person, dhuna më pas me shkapërcim. E qartë, faleminderit. Thjesht vetëm për pjesën e pamjet të policisë që pra goditet makina e policisë, të lutem edhe një herë ta shikojmë me vëmendje. Ata nuk janë protestues, ata janë njerëz të cilët me porositë të Edi Ramës kanë arritur të bëjnë këtë veprim. Se duhet të jesh kaq shumë naiv, mos them në një fjalë tjetër, të bësh nder Edi Ramës, të godasësh makinën e policisë dhe t'i japësh Edi Ramës dhe atyre të cilët në çdo ditë punojnë që kjo protestë të shuhet, duke dëmtuar imazhin e qytetarëve që protestojnë në mënyrë paqësore, këtu e 30 e sa kusur ditë, dhe të bësh këtë veprim dhe këtu ke polici, ana tjetër ke gjithë atë policitë në gatishmëri, dhe këtu di që është zona e pasiguruar, kujdes, pasiguruar nga policia, dhe ti shko vendos makinën e policisë aty. Pra do të thotë që sinjalizimi është dhënë që duhet të goditet mjeti policisë dhe këta që godasin me këtë formë makinën e policisë kanë marrë garanci që të paktën të bëjnë burg, do bëjnë me dinjitet sepse i shërbejnë Edi Ramës. Këtë unë mund të them me plot bindje. Mirë, tani për sa i përket pjesës së qytetarëve që protestojnë dhe goditen nga policia e partisë, sigurisht që për mua prokuroria duhet marrë masa. Tani, ajo çfarë unë dua të pyes tjetër, zhdima për sa i përket kësaj çështje, ne kemi parë që një grup i protestuesve, një përfaqësi e tyre shkoi në SPAK dhe dorëzoi librin The Albanian Files, një libër me 523 projekte të rëndësishme, ku përfshihen kulla, resorte, të komplekse të tjera me radhë. Një pjesë protestuesve mendojnë që aty ka vepër penale dhe kemi parë në debatin publik. Ju si mendoni tani? A mund të nisi SPAK një hetim nga jo çfarë ju keni parë aty? SPAK-u për mendimin tim të nisë mos të nisë hetim, sigurisht që do të jetë në shërbim të Zotit Rama dhe të Partisë Socialiste. Mos e ndani kurse si nga memoria juaj që Partia Socialiste ka investuar për të SPAK-u dhe sigurisht dhe Zoti Rama për të ndihmuar veten e tij që tregoi se si manuali u shbënte në kohën e mëparshme, që do të thotë Kiço Ngjela ka qenë njeriu që punonte për shërbimin, pra ka qenë pjesë e Partisë Punës dhe patë se si partia vetë pap e çoi atje ku duhet çohet për shkak të asaj që mos ose të tradhtisë që bërin atë kohë partisë, sipas partisë. Dhe Beqir Balluku po njësoj ishte shërbëtori i partisë dhe në fund fare mori atë që i dha partia e tij. Dhe kështu është edhe sot dhe SPAK-u, pavarësisht se ju do të shikoni ndërkombëtarët, shteti së drejtës dhe këto gjëra, në rast se do të kishte shteti së drejtës, në rast se do të kishim një prokurori të pavarur, të paanshme, nuk mund të zgjat hetimet më shumë se 3 vjet dhe nuk mundet të marrësh dikë për një vepër penale që nuk mund të quhet as hetuar, por as një vepër penale e cila mund të sjellë një rezultat konkret në kohën kur ti po heton. Për sa i përket këtij librit, ky libër ka indicie të cilat ne duhet na çojë jo tek projektimi, po të na çojë tek ata të cilët do të marrin tenderin, do të marrin lejen, do të marrin kontributet për të bërë projektin dhe aty duhet hetuar si kanë qenë këta individ në para prakisht në këtë pjesë të librit, sepse në rast se unë kam vizatuar dhe të ky vizatim tregoj dhe emrat e kompanisë, sigurisht që unë si një funksionar publik kam ndikuar që kam projektuar dhe kam ndikuar që kjo leje duhet merret dhe të jepet apostafat për këtë kompani. Pra në rast se të ky libër tregohet qartë që projektuesi është i normuar pikërisht nga ky projekt, sigurisht që kemi të bëjmë me shpërdorim detyrës të personit që e ka bërë, në rast se është funksionar publik. Të ngrej një pyetje? Po. Po, kjo nuk është tender. Këtu është një projekt, është një person, po themi ne, Gylsen Zhlima kërkon të ndërtojë një kull, paraqit një projekt, kjo bëhet pjesë e një libri,
Zhlima në fund e merr miratimin edhe ka emrin brenda te ky libri, ka emrin tim me brenda te ky libri. Po pra, ke emrin aty sepse ke një projekt domethënë. Ku është përdorimi detyrës pas do ta kuptoj. Do të kuptojmë diçka shumë të qartë. Nuk kemi të bëjmë një libër politik që zoti Rama e vizaton dhe thot Partia Socialiste do shkojë në zgjedhjet e ardhshme lokale për projektimin e Tiranës me këtë libër. Dhe ky libër përmban që zonat kaq kështu do bëjmë këtë zhvillim me kulla, pra në mënyrë abstrakte. E qartë. Mirë. Okej, është projekcion politik. Po, ky është projekcion politik. Kur ti shkon dhe je në krye detyrës dhe projekton një libër të tillë, vendos te ky libri dhe emra ose nëpërmjet këtij librit persona të tjerë kanë përfituar leje, sepse ti kur shkon të marrësh një leje ndërtimi, nuk shkon si një mazë e madhe qytetare që po aplikon edhe do t'japin ty lejen. Jo, ti shkon si një individ, si një subjekt juridik, për të marrë dhe të pajisur nga një autoritet shtetëror leje. Por ti, kur të merr këtë leje, ti sigurisht që duhet të çosh disa dokumenta. Po këto dokumenta nuk mund t'i dinte kryeministri ose titullari një bashkie përpara dhe pastaj të thoshte ty, hajde tani ti edhe merr lejen e mund të zhvillosh në atë zonë. Prandaj këtu spaku në rast se do jetë në nivelin e durë dhe kështu me radhë, duhet ta shikoj. Por do të them një gjë që ta kam thënë edhe po ta përsëris. Në rast se ky libri ka pikërisht atë që kemi thënë këtu ne, që ky libër ka dalë në një moment ku janë përplasur pushtetet. Pushteti legislativ, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv, me kë pushtet? Me pushtetin ekonomik. Po prit, tek pushteti ekonomik, se tek ky libri do flasim tani, janë dy segmente. Zhvillimi ekonomik që nën kupton ata të cilët din të bëjnë zhvillim ekonomik, janë biznesmen, dhe ana tjetër është oligarkik, ata të cilët Rama i ka bërë me një SHPK merr dhe tender. Tani këto të dy segmente janë përplasur me njëri tjetrin. Dhe këto pikërisht segmente kanë sjellur librin kundrejt Edi Ramës. Tani do të shikojmë, do të jetë një spak i cili do të jetë në linjën e Edi Ramës, apo do të jetë një spak i cili do të kërkojë të shkojë tek zona e saj sepse ka humbur ndërkohë gjithë kësaj kohë tek ajo zonë që themi të shtetit së drejtës. Prandaj gjithë kjo mbetet për tu parë se tani e tutje nuk jemi më në një situatë ku Rama krenohej për drejtësinë që ka bërë. Se Rama mund të krenohej sepse është mashtron popullin në këtë anë. Por nga ana tjetër duhet të shikojmë se si Rama do të përfundojë veten e tij, jo për shkak të dienisë çfarë po i bën vetes, po për shkak se ai e trazoi edhe filloi dhe bëri goditje midis pushtetës. Dhe në rast se ne kemi të bëjmë me goditje midis pushtetesh, do të thotë që këtu kemi të bëjmë me një sakrificë që po bën Rama për veten e tij, personalisht, dhe jo më për Partinë Socialiste. Prandaj duhet kujdes kjo që po ju them. Edhe me librin, po edhe libra të tjera që janë brenda dhe jashtë vendit. Edhe ato sidomos jashtë vendit janë libra dhe jashtë vendit. Janë libra dhe libra të cilët kanë qenë A4, po janë shtuar për shkak të volumit. Dhe qartë. Faleminderit Zhlima. Në pikpamjen tuaj, Kranxha si ish prokuror, nëse lexoni këtë libër, besoj ju keni parë faqen nga ky, konstatoni vepër penale dhe mundet të nis pak një hetim kryesisht, sepse akoma nuk ka kallëzim, po do ketë dhe kallëzim, ë? Unë kam parasysh, po vetëm diçka të serioze të protestat dhe do i përgjigjem pyetjes tuaj. Në lidhje me protestë shkurt vetëm një rresht, po ka 35 ditë që bëhet nuk ka ndodhur asnjë lloj veprimi dhune. Pra duhet të hetohet këta persona mos janë të futur apo jo, se duket e çuditshme. Pra ata, domethënë deri para 10 ditësh që ndodhi vrasja e policit në Korçë, në zonën e Korçës, i dhan lule policëve si ka mundësi shkojnë. Pra personat që kanë goditur mjetet e policisë dhe ka qenë jashtë duhet të hetohet sepse mund të jenë të futur me qëllim për dëmtuar imazhin e protestës. Ata nuk ka kush jeton Kranxha, ata thonë që ata nuk ka kush jeton në rast se mund të jenë të futur. Ata janë të futur. Edhe paguan që do bëjnë. Bëjnë edhe burg sepse janë të pa punë, ata rrin kot pinë kafe, e pi kafen te burgu. Pra i fuzin çunat i bëjnë 6-8 në i vit burg, i boka i burg për legu kafe dhe sa janë aty se burgjet janë keq në burg aty, shnoqen. Tu do vjet ata pak burg për shefin, nuk do e bësh ti. Pak burg, atë bën ai bade, e pash ato nga forma e goditjes ato deri 2 vjet burg bajnë. Tani për sa i përket librit Albanian Files. Për këtë libër
në parim një libër është libër. Ai që e ka bën sa për shkakun që bën librin nuk është se bën librin me bë vepër penale, bën dhe e bën vet. Pra, një libër në parim nuk ka as edhe një lloj gjëje. Pra, është bërë një libër, janë 523 projekte që janë bërë në Shqipëri deri këtu që Shqipëria, domethënë, po ka zhvillim. Por mendimi im kush është? Pra, me që po diskutojmë te hetimi dhe si duhet të orientohet hetimi. Ne na rezulton që janë disa projekte në fshehtësi. Pra, diskutohet për zonat mbrojtëra dhe domethënë është koha në dinamikë që ligji i zonave të mbrojtëra është ndryshuar. Shikohen këto projekte, domethënë pse është ndryshuar ligji, pra ta hetojnë në kompleksitet, jo thjesht si një libër. Pra, projektet e zonave të mbrojtëra që ishte një pjesë e mirë, duhet të verifikohen. Dhe dyta, pse kjo fshehtësi? Ç'është kjo? Janë sa aty që s'diet kush janë zhvilluesit fare. Po pse me fshehtësi? Në çdo vend, në çdo shoqëri demokratike, madje edhe në vende diktatoriale, kur bëhen vepra, se këto nuk janë vepra ushtarake që janë sekret. Pra do bëhen tunelet dhe janë sekret sepse kur të goditet nesër me raketa, do të thonë të mos ketë projektin armiku. Këto janë projekte si përfaqësore, nuk ka pse të jenë sekret, duhet të jenë për publikun. Dhe duhet të jemi sepse në Tiranë dhe në çdo vend të Shqipërisë, tjetër pamje t'jepet para aty dhe tjetër pamje del në zbatim. Çfarë është kjo? Ti pse na jep i libër, pse na jep gati gjellën gati. Ne duam transparencë kur ta marrim vesh. Bandi edhe sot po ti vesh kuzhinat në Tiranë, në gjithë restorantin ke me xham, që edhe klientit shohin se si gatuhet gjella. Pastërti, tenxhet. Kurse këtu te libër na se e diun këtë punë. Kush je ti? Pra që këtu të lind një dyshim. Sepse mund të ketë veprat, janë veprat që bëhen për vendin, janë pozitive, por kur bëhen në mënyrë të atill, kur bëhen gjëja investimet huaja që investimet kanë ndërshtuar totalisht në Shqipëri, e kanë grabitur Shqipërinë, pra dalim komplet ka të kundër që të lind vendi për hetim. Ja vdiq në prenjës librazht, sot në mëngjes fatkeqësisht duke ecur një kam përshtypjen një ri, kishte rënë guri nga ande kishte vdekur domethënë nga rruga, ai ishte tragjike si rast. Tani duhet shifen kush janë këto kompani. Janë me vërtet aq të njohura se mund të jetë dështak në vendin e vetë. Dhe ne na japin se njohur, ne nuk e njohim. Janë kompani kush janë? Pra do shifen, janë dështak në vendin e vet apo janë me vërtet kompani serioze. Duhet të parë këto kompani a kanë lidhje sepse praktika e spaku tashmë është e qartë e rasti Arben Ahmete. Pra përfituesët e tendrave kanë pasur rrugë jashtë shtetit, kanë shkuar, kanë qëndruar në për hotele jashtë shtetit apo ja. Pra duhet verifikuar sepse me që po diskutohet dhe ka dyshime, për këtë duhet të shifet. Dhe lidhja e projektuesve me qeveritarët dhe me zyrtarët e lartë e zbardh të çështjes, nëse dalin lidhjet, pra rrugët jashtë shtetit, ku kanë qëndruar, në çfarë hotelesh, kush i ka paguar hotelet, sepse po kemi praktik tashmë se s'mund të themi që sepse më përpara nuk është marrë kush me këtë, ama ne edhe në hotel ta paguvi s'prish më. Se sot me praktikën e re, që është me rastin e Ben Ahmete, i bi që duhet të parë gjithë ta zyrtarët kush janë. Dhe vlera, sa është vlera e projektit, sa është për metër katror, është pagu të vëshë, pse, sa është vlera, sepse janë... Unë me që po kuptoj Karandxha nga gjithë analizën tuaj, sepse ju e njini mirë procedurën hetimore, unë kuptoj që nëse nga jo çfarë ju thatë, nëse merr atë libër ka indicje për të bërë hetime, pra për të zbuluar diçka më shumë. Një pjesë e kompanive janë sekrete. Pra ka mundësi aty që detohet diçka. Po pra, a këto kompani që kanë vepra penale direkt nuk konstatohet vepra penale direkt. Vepra penale në libër, ku lexon një libër janë projekte të bukura që në parim është zhvillim. Por nëse ky është bërë një zhvillim, pra është bërë një pavarësisht se është kel procedura ligjore për bërjen e për këto projekte, sepse procedura ligjore është gjë tjetër. Pra duhet të respektu ligji, ndikimin në midis e tjerë. Këto kemi në parim. Pra kemi arkitekt të cilët mendojnë, shkojnë aty thonë këtu duhet bërë kjo. Ai nuk di është zonë mbrojtur, mund të jetë shpella Ariut aty për shkak, mund të jetë një shpellë që janë këto të kafshë thonë s'duhet bërë. Kurse ai është shef nga ana vet. Mendoj që kjo me që janë projekte dhe janë investuar para, kjo duhet parë, domethënë dhe notarën pse jo, këto nëse janë të mira për vendin, të investohet. Po të investohet sipas rregullave, të dim investitorin nga vjen çfarë përfiton konkretisht populli shqiptar. Pra, kjo është tokë shtetërore, është tokë privat, sa përqindje ka në investim, sepse mos jepet Shqipëria një herë, jo, ne nuk e duam Shqipërinë, sepse sot po ka vlerë vendi. Sot Shqipëria
Dhe populli shqiptar në çdo projekt duhet di se sa merr fizikisht dhe zbatimi i tij është shumë i rëndësishëm. Kemi raste që është grabitur pasuria shqiptare e popullit shqiptar. Ke minjerat që janë grabitur, që janë rrjepur, edhe janë prishur edhe shtresat e shfrytëzimit, janë marrë shtresat e cilët kanë dëmtuar dhe minjerën nxjerrën jashtë funksionit. Kemi bankersin, kemi dhe burimet të tjera që po petroli do se u bë një kështu, domethënë një marrëveshje me një kompani italiane, kompania Eni ka ajo dhe është një marrëveshje tash për petrolin, ëh. Po kjo duhet të jetë transparente, që ta dimë çfarë fitojmë ne. Sepse me ec me këtë dhe me dal gjithë me humbi atëherë më mirë ta myhim ti vim çelësin. E paqartë është dhe kjo Albert. Prandaj neve është e paqartë dhe me drejt shqiptarët dhe protestuesit. Çfarë po bëhet këtu? Ç'është ky libër? Ai mund të jetë shumë i mirë, por specialistët duhet ta shohin, sepse është një studim i bërë nga inxhinierët tuaj, pa e paragjykuar, por ne duhet të respektojmë të drejtën publike të brendshme. Pra, respektimi i drejtës publike është shumë i rëndësishëm. Po të kemi parasysh dhe Gjermania naziste kur u shkatru sistemi i qëra Rajhu i tretë që me rënien e Berlinit, po të kemi parasysh shkencëtarët e raketave von Braun shku në Amerikë dhe ishin von Braun ishte ndër të parët dhe grupi shkencëtarëve që Louis Armstrong arritin hon. Pra raketat e projektuara ata ishin shumë mira dhe u morën, pra mund të jetë gjë e mirë. Por ne në mungesë transparencës, bërja e gjërave fshetas dhe këto surpriza të menjëhershme lind dyshimin. Ai projekt mund të jetë i mirë, pa e paragjykuar. Mund të jetë shumë të mira, ta shohim, ndikohet midis pa të mblidhen gjithë njerëzit, thjesht t'japin mendim. Edhe me konventa ndërkombëtare, mendimi publikut i banorëve. Pra ti ke shtëpinë tate aty ando dhe nuk e di që te shtëpia jote do bëhet një shtëpi në fond trekëndshi, se është një projekt. Ti nuk e di ti jam shtëpi tate. E vërtet është Karanja, mungesa e transparencës sigurisht edhe ajo çfarë lypet kryesisht nga qytetarët shqiptar kur i besojnë qeverisë, pra mandatin e plotë e vot besojnë, sigurisht kërkohet transparencë për projektet, për investime, sepse këto nuk janë gjëra që kalojnë lehtë. Ato janë le të themi ndërtime që ngelen aty për vite e shekuj me radhë, kështu që ndikimi i tyre është i madh. Minimale që mund bëhet është transparenca, pastaj sigurisht llogaridhënia është një tjetër histori. Të lutem regjia, duhet kemi një foto që ka bërë Financial Times, prestigjozja ndërkombëtare e çështjeve, le të themi ekonomike, ka bërë një shkrim ditën e kaluar e ka publikuar të premten, edhe thot në krye titulli: Jared Kushner dhe Ivanka Trump planifikojnë kompleksin luksoz rezidencial i cili mund të kërcënojë rezervat natyrore. Edhe pjesa tjetër e titullit sipër që nuk qen ka këtu thot që flamingot shqiptar po takojnë, pra po përballen me buldozerët e familjes Trump. Si e lexon këtë zhllima? Di është publikuar, ka kaq kohë, domethënë një muaj Financial Times del bie mbas një muaji me këtë. Nuk dua të them diçka negative për vendin ton, sepse në të vërtetë dhe pas një egoizëm jemi vendi më i bukur në botë, por gjithsesi çdo shtetas mbron vendin e vet, por nga ana tjetër ne duhet të themi që si ka mundësi që familja Trump vjen në Shqipëri dhe gjithë kjo botë që ato e njohin shumë mirë u magjepsën dhe erdhën në Shqipëri. E vërteta është që po jemi vend i bukur, por kërkohet që të bëjnë investime. Po pse familja Trump tani dhe nuk e bëri familja Trump në mandatin e parë ku babai i zonjës Ivanka ishte president të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe pikërisht dhëndri i tij dinte që Shqipëria ekzistonte edhe në mandatin e parë. Prandaj duhet të ju sjell në vëmendje përsëri ta kuptojmë bashkërisht të gjithë që sigurisht këto lajmet janë lajme të cilët janë të stisura nga vetë ata të cilët kanë pasur gjithmonë një qëllim dhe qëllimi është se si të goditet familja Trump pasi të iki nga pushteti dhe sigurisht që Shqipëria do jetë në vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare sepse pikërisht zoti Rama ka dalë në disa ose në shumë televizione të ndryshme, në shumë portale, ka dhënë intervista të ndryshme dhe nuk kuptohet që është përfshirë edhe familja Trump. Por ju duhet keni parasysh diçka që të jemi realist. Tani flasim për Sazanin
apo flasim për Zvërnec. Tani ma shpjego pak të mua se kjo është... Ka lidhje, sepse parcela flitet për familjen Trump është në Sazan. Tani, në Zvërnec... Pse lidhi më shumë ndërkombëtarët me Zvërnecin familjen Trump? Sepse ju duhet keni parasysh diçka. Prokurorët amerikanë të Partisë Demokratike Amerikane, kur do të vi momenti kur do të shërbejnë fondacionit Soros, do fillojnë kryesisht një hetim kundër familjes Soros, kur presidenti Trump do të ketë lënë detyrën. Ose mund të nisi qytani dhe të bëhet një konsultim ose një konflikt i brendshëm politik, por gjatë kësaj kohë që është president nuk do të merren me te personalisht ashtu siç janë marrë kur iku nga presidenca në mandatin e parë. Ju e pat shumë mirë çfarë ndodhi me Trumpin para se të kandidonte në parë se mbaronin gjyqet. Nuk mbaronin gjyqet dhe tani për shkak se Trumpi ka hap shumë vatra zjarri, mirë shumë, djathtas majtas, dhe nuk kupton qartësi që Sorosi dhe demokratët amerikanë përpiqen që nesër, kur familja Trump nuk do të jetë më në pushtet, sigurisht që do të fillojnë hetimet kryesisht. Dhe prandaj këto që ndodhin nëpër mediat ndërkombëtare janë të aksesueshme për prokurorë demokrat, të cilët do të bëjnë një hetim dhe do të përfshin familjen Trump në një konflikt ndërkombëtar kur babai ka qenë edhe president të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Përfshirja Jared Kushner dhe Ivanka Trump në Zvërnec, duke qenë se ata janë në Sazan, ne me çfarë dim se këtu është problemi i mungesës transparencës kur flasim. A e tregove ti një material, ti personalisht se nuk e kam parë në media tjetër, kur ishim këtu studimin e CIA-s. Po, jo, doli dhe në media tjera, jo që është studimi 59-ës. Ti e vendose këtu. E vendosa, po. Ti rikujtojmë qytetarëve. Po. Tani ju mendoni se studimi CIA-s për projekt në përishkullin e Sazanit 59. Gjithë këtë investim dhe do lejoj CIA familjen Trump të vitë bëjnë një investim të tillë. Kush ka qenë propozues që ka thënë Ivankës hajde në Shqipëri? Është me një shokun e tyre në Jafën. Pra, sepse shoku ose miku. Rothschild, si ka me nëse ja rrova tash. Ka gjë mëse nuk na interesojnë këtë gjë. Pra shoku dhe miku o ta bëjnë gropën o të vlerësojnë. Tani, e vërteta është kjo që ne duhet të kuptojmë diçka shumë konkrete me realitetin. Dhe të jemi konkretisht me realitetin është ky, që ne duhet të kuptojmë që Ivanka është propozuar që të shkojë pikërisht atje. Tek vendi i gabuar. E kanë keq orientuar? Po patjetër, jo bëra plazhun, edhe na bëra ajo tani sikur po ka shkruajtur në një libër dhe u dashurova unë me ishullin, e kupton? Ose dashurova unë atë zonë që ti se një nga i bjen dhe zi i bjen. Temi realist tani. Përsa i përket këshilltarit, ata ta gjenë vetë. Por është pikërisht edhe kjo që ju po citoni këtu, edhe ne kemi cituar parë se të na dalin këta këtu, edhe kemi përpara një muaj gjys 2 muaj, që urdhro është tani në konflikt të brendshëm politik në Shtetet Bashkuar të Amerikës. Pra, ne kemi thënë shumë përpara këtu. Dhe sot të del fakt konkret. Dhe unë po të them që në 2028 do dali fakt konkret, në rast se Rama është kryeministër, Rama thot, shiko, unë do të shkoj të dëshmoj tani në Shtetet Bashkuar të Amerikës, sepse ata kanë do ketë një hetim për këtë. Po do ketë një hetim. Edhe do ketë hetim dhe të kenë parasysh diçka. Do jetë më e keqe se sa me Gonigal u pushua për Edi Ramën në Amerikë dhe nuk bërë kjo administrata që duhet të kishte bërë, të merrte dhe zotin Rama në pyetje dhe është shumë e dhimbshme në rast se nesër Rama bëhet dëshmitar kundër familjes Trump për interes të familjes Soros. E qartë. Mirë, kjo do duhet parë deri në çfarë pikë do shkojmë. Të lutem regjia, do të kemi një foto tjetër sepse do kemi copza të bukura diskutimi sonte për shkuar edhe për të kuptuar më thellë sepse duket se kjo histori është ndërkombëtarizuar tashmë, reagon Financial Times. Kemi dhe kongresmenin amerikan, Joe Wilson, kongresmen republikan i krahut të Donald Trump, i cili pak ditë më parë ka paraqitur në Kongres një amendament i cili kërkon të hetohet. Pra, dhe unë mund të them saktësisht se çfarë kërkohet, jo më vonë se 180 ditë parashikon
ky amendament, nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, sekretari i shtetit, në koordinim me drejtorin e inteligjencës kombëtare, do t'u paraqes komiteteve përkatëse të Kongresit një raport të klasifikuar, të përgatitur në përputhje me mbrojtjen e burimeve dhe metodave të inteligjencës, i cili shqyrton 1. Shkallën e narkotrafikut në Shqipëri, 2. Rolin e qeverisë së Shqipërisë në lehtësimin ose mundësimin e këtij narkotrafiku, dhe pjesa tjetër është edhe për represionin politik në Shqipëri. Tani, Karanja, çfarë do thot kjo? Ky është kongresmeni krau të Donald Trump. Dhe paraqit, dhe duhet të theksojmë diçka tjetër. Ky kongresmen është shumë i afërt me 2 vëllezërit nga Katari dhe nga informacionet të cilat kanë qarkulluar dhe në media, mund të jetë një nga kumbarët në thonjza dhe të marrëveshjes për projektin e Zvërnecit. Në këto kushte jemi, besoj, Karanja. Tani, para se dalim të deklarata, do sqaroj një diçka që duhet të jetë e qartë. Kur vjen një investitor i huaj, ai prona, pra e shef tokën fizikisht, e ka shteti, e ka privati. Pra, do të thënë, dokumentet shtetërore, e thot kush thot me dokument shtetërore ka ky dhe bën një investim. Pra ai nuk e di që në Shqipëri me ligjet e politikanëve tanë të famshëm një tokë kanë 3 veta. E ka shteti, e ka privati, ka dhe e ka dhe trafikanti. Pra ku ai s'do hedhë fallë. Pra në Shqipëri, domethënë, një tokë kanë 3 veta, si pasojë politikës të 35 viteve të gabuara. Ktu ka arritur me këto ndërhyrjet, vetëm Vlorë dihet që janë shkarkuar 17 drejtues hipoteke vetëm për këtë punë. Prandaj ai që vjen thot, "Ore, kem gjetë 2 vëllezër arab, ti investojmë." Investimi ka të finë e fitimit, se s'ka do fitojë se gjithë njerëzit, se kjo është investim i ligjshëm. Pra, tani po bëre sekserin do fitosh diçka. Ndërmjetësin. Fjala sekser është në kuptimin për veprimtari, kurse fine e parashikon ndërmjetësimin e parashikon dhe Kodi Civil. Pra, ndërmjetësimin të ndërmjetëson dhe diçka të ligjshme, që dhe kur ti deklaron nuk ka asnjë gjë të keqe. Është një tregti ose biznes ndërkombëtar i ligjshëm, toka, investimi do bëhet, mund të themi për mashtrim, kur është gjë tjetër, por këtu kemi. Tani mendoj që Sazani është ndar nga Zvërneci. Artikuj vetëm sa sposton ngjarjen 20 km, 15 km mani nga Sazani, mund të jetë edhe më pak. Unë e di 8 km me çka ma, 8 km kështu për ballë. Duke llogarit gjithë zonën e sposton, sepse teorikisht i biti ishte buldozerin Sazan. Ne s'kemi pa një buldozer Sazan dhe s'postohet. Dhe gjithë zonë e Zvërnecit, tu domethënë kemi një zvendosje të konfliktit. Pra, shtyhet këne. Dhe këtu them që ajo që lidhin politikisht që dëmtohet, por në parim unë nuk shoh në shkelje, pra do investoj. Tani ne që protestojmë ose protestuesit shqiptarë, pse nuk ka transparent? Çfarë ka ndodhur? Pse do jepet atit? Si jepet toka shqiptare? Mirë ja dhe tokën atit. Çfarë fitimi kanë shqiptarët? Çata timesh do marrin. I vetëm sqarim që është dhënë vetëm nga Taulant Balla. Ai ka dhënë sqarim, është në më të saktit. Do shesi tullën, do marri tjergullën, kaq komor veshur nga ky biznes. Shitjem tullës dhe tjergullën. Do shitsi mallin, 4 miliardë euro shkojnë 12 kur qarkullojnë, këtë kemi marrë. Po gjë tjetër unë s'kam dëgjuar, vetëm këtë kam dëgjuar që do fitoj populli shqiptar. Prandaj ne duhet qartësim në mënyrë të menjëhershme si do investohet, si do kujt është toka herë. Dalim tek deklarata. Deklarata, kohët e fundit, ne e dim, domethënë, është fakt publik i ndryshimit të politikës së departamentit Amerikan Shtetit dhe presidenti Trump është firmos dekrete. Kur merresh me drogë, trafikon drogë, ti kryen aktivitet terrorist. Pra i barabartë me Bin Ladenin dhe me aktet terroriste, me Al-Qaeda. Dhe gjithë to veprimtari hynë në kuadër të Al-Qaedës. Pra do të thonë se po trafikon armë për vendos bomba. Pra këto rrezikshmëria shoqërore, trafiku drogës është arrit deri në këtë pikë. Tani kjo duke aktivizuar, sepse kemi parasysh aty thuhet është hetimi i shërbimeve sekrete. Këto janë raporte politike që do bëhen dhe nuk del burimi. Do jetë detyre organeve të ndjekjes penale që të prodhojnë provën. Sepse ne duhet të prodhojmë një provë sipas ligjit. Në qoftë se ishin provat marrë nga FBI-a,
është gjë tjetër që janë organet e ndjekjes penale. Kjo është një deklaratë politike që domethënë është një ligj që domethënë ligj ka forcën e ligjit dhe fton organet e tjera që kanë informacione nga më ndryshmet, sepse detyria ndërkombëtare e inteligjencës që e provon këtë raport. Që të raportoj, ata kanë provat, i kanë filmimet jo procedurale, se kanë çu agjentet vetë se s'do tregojnë agentin ata se dihet kush ka qenë, se jemi ne 3 vetu kush e ka nxjerr kamën dihet. Hiç dy ngelet njëri. Kështu që ata thonë nga përmbajtja e bisedës ne nxjerrin se çfarë ndodh dhe është domethënë duke pasur parasysh që kemi të bëjmë edhe me kumbarin e marrëveshjes. Kjo tregon që vetë amerikanët duan transparencë në lidhje me rastin e zvërnesës. Po si mund ta marrin këtë transparencë, ta bëj pyetje, si mund kërkohet transparenca kur këtu thuhet pra që na duhet të jetë një raport për narkotrafikun në Shqipëri dhe rolin e qeverisë në lehtësimin e këtij narkotrafiku. Pra i bie te to qeveria tani. Po qeveria. Tani kujdes. Tani informacionet që do vinë, ai është ligj, se ato miratohet në Kongres. Do na vinë informacionet konfidenciale do na japin ato kur ka me dyert mbyllur ai biçë kishe, dilni jashtë gazetarë sepse Kongresi do ta diskutojë. Ai dhe këto lidhjet, pra po e ka përcen dhe sepse zakonisht kur janë antarë qeverie që janë me imunitet mbas të konventës Vienës aty ndërpritet. Po këtu ne shikojmë një kapërcim. Pra kemi kapërcim dhe të konventës Vienës, që shikojmë me politikanë, sepse dihet që politikanë, jo dihet, për në çdo vend botës, jo vetëm në Shqipëri. Ata duan informacion të plot kush ka ndikim direkte në lidhje me trafikun e drogës. Pra, siç kemi diskutuar bashkë, kush është Xhuxhi? Ata atëherë, pra ata kanë foton e Xhuxhit që ka qenë në takim. Pra, duan një hetim të plot dhe të gjithanshëm në mënyrë operative, në kuptimin në mënyrë nga ana e inteligjencës. Dhe ato pavarësisht se sprovohet në bazë të ligjit penal që nuk dënohesh pa ata thonë shikoj je këtu dhe ti ke qenë aty s'mund ta mohosh. Pavarësisht se ta ka bërë një foto një i shërbimit amerikan i inteligjencës, ti është foto, madje mjetet e tyre janë të rezolucionit lartë dhe nuk mund ta mohosh që s'ke qenë aty. Domethënë, po gjithë detyra që këto të bëhen veprime procedurale që të marrin përgjegjësi penale për personat që kanë direkte lidhje me trafikun e drogës, të cilët kanë hyrë garant, sepse kanë hyrë garant këto. Dhe tash kur vjen muhabeti te investimi janë të rrejtë. Zvërneci provoi këtë amendament si mendon? Indicie nga ku erdhi? Tani familja Trump, për mendimin tim, në mënyrë të padrejtë i është vënë një damk. Pra, domethënë, spostohet konflikti nga Sazani del në Zvërnec. Mendoj nuk kanë lidhje me Zvërnecën dhe duke qenë mbrejut të mos ta lënë me një administratë tjetër që të abuzohet, ta zbardhin vetë si është ngjarje, më mirë të zbardhen ngjarjet nga profesionistët me një ligj kuvendit, sesa ti lehet abuzuesve. A pra ti mendon që po kërkon vetë Trump zbardhë gjithë historinë për çështjet e emrit të familjes? Historisë, sepse ne vim, sepse është e qartë, 2 vëllezër arab po investojnë çat keq që ka këtu. Si po investojnë këtu, fillon terri, edhe ne jemi në terr informativ se prona është e jona, prona është e shqiptarëve. Sazani është merit, sepse deri para luftës ka qenë i italianëve. Pra neve e kemi shqyre kemi një ishu dhe kjo transparencë duhet ishte. Ky do t'i jepi me qira ose me kontratë 99 vjeçare, s'ka asnjë të keqe për zhvillim. Pra kjo edhe ne na ka fut në terr informativ, por nga ana tjetër ka bë me balt edhe investitorë të ndershëm, të cilët kanë parat, arabët po vinë po të investojnë dhe neve si jemi të zot ta marrim këtë investim. Pse? Se i hidhet faji protestuesve, nuk është faji protestuesve. Nuk është faji protestuesve, por është faji i largimit profesionistëve nga vendet e punës dhe profesionistët që zgjidhin këtë punë. Transparencë ta merrin vesh gjithë, populli i Vlorës mund mes Lugommarës me pamje do vi ky, se s'është një sekret ushtarak aty. Sot edhe tunelet i dinë se kush janë zbulu, sa ai pavarësisht se është zyrtarisht që ka qenë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe ka ndëgjuar, ai domethënë ka qenë një objekt i braktisur. Prandaj gjithë këto gjëra është faji jon. Pra gjithë kjo lloj fshehje, gjithë kjo lloj mjegunaje, gjithë kjo lloj errësire dhe për fajin tonë kemi arritur të pikë që ata janë të detyruar të zbardhin ngjarjen. Faleminderit Karranxha, shpjegim shumë i mirë. Zhrima tani do pyetje apo e ke të qartë tani pyetje? Çdo ndodh me kjo po kërkon Trumpi vetë këtë? Jo, duhet keni parasysh diçka që para se të shkojmë tek lajmi i fundit të Zvërnec dhe Sazan, para 3 muajsh presidenti Trump zgjati atë që ne themi shpalljen non gradave
jetimin për krimin e organizuar, terrorizmin dhe gjendjen e jashtëzakonshme. Jo, ishte ajo e para që u zjat në afat në muajin janar, mos gabojmë. Mirë, s'ka disa muaj pra. Pastaj ajo për shkak të konfliktit në Iran u harrua dhe tani vim te momenti ku duhet flasim atje në janar. Pra nga janari fillon muhabeti, jo nga Sazani dhe Zvërneci. Dhe pikërisht kjo këtu është linja Trump që është kundër krimit organizuar i cili përfshihet dhe ka lidhje me ata që ne flasim botën e krimit të drogës, dhe në Ballkan ne dim shumë mirë që Departamenti Amerikan i Shtetit vazhdimisht ka dhënë një numër telefoni përmes ambasadës amerikane në Tiranë dhe ka thënë denonconi ata të cilët ju mendoni se janë të përfshirë në krimin organizuar dhe drogën. Dhe pikërisht kjo gjë që të bëhet, ashtu siç e tha me të drejtë kolegu, nga aspekti legislativ, në aspektin hetimor, duhet të ftojnë disa institucione të japin raportet e tyre dhe t'i grumbullojnë dhe në fund fare nga ajo që ne themi iniciativë politike të konvertohet dhe të bëhet një iniciativë edhe një konkretizim ligjor, hetimor dhe në fund fare pse jo edhe ndëshkues ndaj atyre të cilët janë të përfshirë. Tani më lejoni t'ju them edhe një rast tjetër, vetë Departamenti Amerikan i Shtetit dhe linja Trump, një familje shqiptare me mbiemër Hysa, po, mos gaboj, i daluan hyrjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe te Thesari, mos gaboj, akoma më keq. Po, Departamenti Thesari, po. Që du të thot, duke marrë këto dy fakte, ne kuptojmë qartësi që vëmendja e zotit Trump dhe administratës së tij, edhe të Departamentit Amerikan Shtetit, nuk përfshihet fare as të Sazani, as tek pjesa e Zvërnecit. Përfshihet pikrisht aty ku e ka lënë në janar që të filloj politikën globale, ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor. Dhe pikrisht aty është diçka shumë shqetësuese në rast se kjo, ose më mirë ky amandament, ky akt ligjor parlamentar do të shkojë deri në fund, këtu kemi një gabim të madh në rast se është në të vërtetë origjinali i dokumentacionit. Kjo është origjinali i dokumentacionit? Kjo është gjë e keqe. Sepse kjo është marrë nga faqja, është ordër e zyrtare pra këtë. Është shumë e keqe, pse aty thotë Shqipëria dhe qeveria e Shqipërisë. Po pra rolin e qeverisë. Karanja, edhe unë edhe ti jemi pjesë e qeverisë. Pra do të thotë këtu ka emrin Edi Rama. Dhe a mendoni ju se do arrish Shqipëria që të ketë një Maduro në Amerikë për të dëtuar për rastet të ngjashme korruptive, kriminale të krimit organizuar dhe të drogës? Dhe pikrisht kjo është nëse miratohet, është herë parë në 35 vjet që një deklaratë e tillë e nivelit lartë pra implikimin e antarëve të qeverisë, sepse qeveria shqiptare. Fjala qeveri ne do t'i referojmë kushtetutës, kush janë antarët e qeverisë. Karanja, Gylseni. S'mund të jenë zëvendës ministrat, ose s'mund të jetë Alçi Bllako, se kanë gjetë Alçi Bllakon. Ose Lefter Kokën. Tash këto nuk mund të tahesh me ato, se ato e dinë se kush është. Pse kanë gjetë disa pika shkarkimi këto që ja këto i bëjnë. Mendoj që kjo është diçka, nëse shumë serioze. Miratohet, është diçka serioze dhe do hetim nga ana e Spakut. Jo, prit një sekondë. Do duhet ta ma fut Spakun te e diskutojmë Jo se kemi të Spakut, sepse edhe Spaku do japi kontributin e vet në histori, ë? Jo, nuk ka lidhje fare Spakut, mos më përfshi fare Spakun, e di pse? Jo. Se ky është pikërisht dështimi i Spakut. Se nuk mund zotri ti kesh këto dokumenta, këto materiale institucionet amerikane, kur ne e dim shumë mirë që këta të Spaku kanë shkuar 100.000 herë në Amerikë dhe nuk i pas kanë këta këtu në Tiranë. Ose këto i mbajnë dhe i bëjnë fresk, që do thotë fajësi administrative dhe pse jo dhe penale, ku prokurori nuk din të bëjë detyrën e tij, dhe në fund fare nuk mund na dalin në një dokument i tillë kaq serioz, të marrë qafë Shqipërinë. Le të marrin qafë ata të cilët qeverisin keq, po jo Shqipërinë, se aty ke Albania zotëri, ke Shqipërinë, qeverinë shqiptare, nuk e popullin shqiptar. Nuk ka dalë aty presidenti thotë gëzohen për një popull të mirë, një kombi mirë. Të thotë qeveria shqiptare. Prandaj të thash dosjet janë shumë të mëdha. Ishin A4 dhe po fillim bën, nuk është se ai libri që them përpara. Është më e rrezikshme se kjo. Po represioni politik, për shkakun çfarë nuk kupton, sepse kërkohet dhe represioni politik, hetim për represionin politik, pra shtypje politike. Edhe një herë, të shtypjes politike nuk kupton që
dikush nga qeveria ka përfituar që të shtypet dikush. Kush është i shtypur sot në Shqipëri që thënë s'ka shpresë? Partitë opozitare të cilët duan të vinë në pushtet. Sepse në rastin e marrim të mirëqen që kjo qeveri që ka e bazuar nga krimi organizuar dhe nga droga, sigurisht që si do të vinë një opozitë e re. Tani ta bëj kur ti je në pegmarrje nga drogaxhitë dhe nga kriminalët. Ja e toj Amerika, prit të bëj dhe një pyetje. Ja e toj Amerika, u miratu prit më deri në fund. Po mirë Amerika deri në fund. Ja, atë e supozojmë disa gjëra dhe i ngec në rrugë. Supozojmë që miratohet ligji, nisetimi brenda 180 ditëve, Po. E kupton? Domethënë për 6 muaj do dali raporti aty, miratuar. Samiti NATO-s duhet bëhet në Shqipëri apo jo? Se i bie del në kontradikt me vete ky që ka bërë këtë akt. Tashi nuk e dim se çfarë do ndodhi aty. Pyetja që bëj unë është, a ka autoritet Amerika dhe në rast se konstaton që qeveria ka lehtësuar narkotrafikun dhe konstaton represion politik, ka autoritet ligjor, kuptimin të bëne arrestim ndërkombëtar, nuk e di çfarë mund bëjë, domethënë mund ndodh gjë apo i përfshir në një ngjarje të brendshme amerikane dhe ti ke qenë me cilësinë një përfaqësues të shtetit dhe aty konstatohet që ti je takuar me gjithë ata të cilët kanë qenë në vëzhgim, sigurisht diçka kanë ata një material që është kërkuar, sepse shiko, nuk është se unë po të vi, për shembull, do ta kuptosh në këtë formë. Unë jam deputet, supozojmë, mirë, jam në parlament dhe po normohet një ligj. Mirë, deputeti i cili ka eksperiencë pune në parlament jep vazhdimisht amandamente. Mirë? Po, propozon ligje. Po, amandamente tek ligji. Tek ligji, po, ke ndryshime. Po në seancë plenare. Tani, kur e ke bërë vazhdimisht si deputet këtë gjë, nuk ka pse të bëhet dyshim ndaj teje, sepse ti sigurisht që ti ke një qasje me profesionalizmin tënd kur vjen një ligj dhe e kundërshton dhe jep mendimet e tua. Por në rast se ti ke qenë deputet 10 vite dhe nga 10 vite, një vit radhëzi, ke dhënë vazhdimisht amandamente, do thotë që dikush të ka dhënë amandamente ty, edhe ti ke shpërnda amandamente, pra ke bërë tek ligjet, pra do thotë që një grup interesi brava. Diçka ka vendosur sepse ti duhet ta bësh shumë shpejt amandamentin. Pra, sapo morë mandatin, kuptove kush është roli jot dhe kjo. Dhe kjo pikërisht ka ndodhur, te kjo këtu ka ndodhur që dikush ka investuar që ky të bëj këtë amandament ky personi, ky kongresmeni. Pra, për mbrapa kësaj është dikush që do të marrë në qafë dhe jo vetëm Shqipërinë, po edhe qeverinë shqiptare duke treguar një fakt konkret që do të thotë që kjo qeveri pikërisht është aty nga krimi organizuar. Pra do të thotë që nuk ke vetëm iniciative kongresmenit, po duhet edhe një person tjetër ti ketë i referuar këtij biznesmenit dhe ketë thënë, "Më fal, këtu ke një problem shumë të madh. Çfarë? Kjo qeveri vazhdon, po këtu bëhet shtypje politike." Dhe çfarë do të thotë në shtypje politike? Do të thotë që kur nuk ndryshon kjo qeveri për shkak se Shqipëria ka të implikuar qeveritar në krimin organizuar dhe drogën. Pra do të thotë që goditja është e përqendruar tek Edi Rama. Pse? Dhe dikush do thotë pse bën thashë them. Jo. Sepse është e pamundur të mendosh që në një vend normal dhe në një njerëz të shëndetshëm të çdo 6 muaj dhe çdo një vit ti të kesh politikan të Partisë Socialiste në telashe me drejtësinë. Kjo nuk do të thotë që drejtësia funksionon, se kjo është mashtrim i radhës, ose spaku funksionon. Jo, kjo është mashtrim i radhës. Kjo do të thotë që ka individë të cilët kanë bashkëpunuar në mënyrë të atill që të bëjnë vepra penale, sepse i kanë përfituar për shkak të pushtetit, në momentin kur kanë prishur pazaret me njëri tjetrin, fillon dhe goditja të më të dobtit kur kanë qenë të dytë më të fortë. Prandaj rasti Balluku nuk duhet të shkëputet nga vëmendja. Kemi tani për diskutim, por përpara se të kaloj te Balluku, pyetja e fundit, kemi dhe atë takimin për NATO summit që do mbahet në Turqi. Besoj aty mund të kuptohet diçka në raport Trump-Rama, domethënë për qeverinë, ndaj takim dorë, se gjua diplomatike, i do dini garantë që është shumë e rëndësishme dhe jep edhe një mesazh, kam përshtypje në mund marrin diçka aty. Do shikohet sepse Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dihet që janë kontribuesi kryesor i NATO-s dhe janë ata që kanë themeluar. Duhet parë domethënë në kontaktet, vendi që zihet se bëhet një foto në fund aty dhe jepet dora. Pra është një protokoll që bëhet gjithmonë. Po ta kesh parasysh, lidhen jepet dora, janë përfaqësuesit vendeve më të mëdha evropiane dhe do shikohet lidhje me raportin
dhe kontaktin Trump Rama, shumë e thjeshtë, lidhje këtë Trump Rama ka përqenë ajo, nëse ka diçka vërtet një gjuhë diplomatike, besoj. Ajo do të shikohet në raport, thash se dhe raporti këtu që është pika 13, pra pika 2, pika B e raportit fletë për Serbinë. Pra lidhet dhe me zgjatjen e po ta kesh parasysh pikën 2 që flet për domethënë raport mbi ndikimin rus dhe kinez në Serbi. Domethënë flitet për gatishun e Ballkanit. Domethënë është vetëm për është diskutuar dhe është ngritur gjithë problematika që mendohet sipas inteligjencës amerikane në fjala domethënë thash edhe një herë, ata duhet të provohen. Pra duhet me provat që shërbimi ka lloje forma tjera se si ti provon. Ndryshon nga ne që merremi me ndjekjen penale dhe bëjmë avokatinë, ato kanë prova që i provojnë me format e veta. Këtu takimi do shikohet, sepse edhe këshilltarët e sigurisë duke i shkuar informacion nga CIA dhe nga shërbimet e tjera, i thuhet dhe do shikohet dhe në raport me politikën e fundit. Jemi në pritje që ashtu. Edhe në 2027 që foli dhe Zhdima. Po, për samitin e NATO s'mbat apo s'mbat në Shqipëri? Në Shqipëri do jemi në ditët në... Po, sepse shumë e thjesht logjika, ata kanë kërkuar që tjetë, nuk e disa përqind është mbi 2.5% e prodhimit të brendshëm bruto, mirë po ne si Shqipërinë mund t'i çojmë parat aty, ne kemi çuar ke investime të tjera, nuk i kemi çuar ke NATO. Rrugët tani po tek NATO ka akses. Të shkollat ne. Nuk është investime, nuk është shkaku kryesor, sepse ne nuk i kemi arritur asnjëherë 2%, po janë shumë faktorë tjerë dhe do gjendet 5%. Gjendet shkaku. Mirë, u dua të dëgjoj sepse në komisionin e ligjeve një ditë më parë raportoi edhe kreu i SPAK Klodian Brau, i cili foli për disa çështje. Unë doja të ndalesha tek ajo se çfarë deklaroi ai në raport me hetimin ndaj ish zëvendëskryeministrit dhe ish ministres infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, por edhe për çështjen e imunitetit. Të dëgjojmë dhe rikthehemi për diskutim. Çështja konkrete, qendrimi i prokurorisë është publik dhe për sa i përket situatës kushtetuese dhe ligjore, imuniteti ndalon vendosjen dhe caktimin e masave të sigurimit, por nuk ndalon prokurorinë që të zhvillojë hetime. Hetime të plota dhe të pavara. Sigurisht ndonjëherë mungesa e një mase mund ta vështirësojë një hetim të caktuar, edhe mund ta dëmtojë, por ne nuk jemi institucioni që miratojmë ligje, ne kemi këtë kuadër kushtetues dhe ligjor dhe jemi të detyruar të bindemi këtij kuadri dhe kushtetues dhe ligjor. Të ishim ne pala që miratonim dyshimet kushtetuese apo ligjore, personalisht e mendim që do të ketë unitet fare. Së pari ju e keni të qartë qendrimin e prokurorisë, po kështu dhe e keni të qartë dhe mënyrën se si prokuroria ka vazhduar hetimet pas një mospranimi i kërkesë. Dhe faktet tregojnë që prokuroria ka bërë punën. Dhe të dyja së bashku këto element nuk krijojnë bindje dhe nuk kanë asnjë dyshim lidhur me integritetin e prokurorisë në një çështje të profilit të lartë. Unë sot nuk mund të paranjoftoj apo të parashpall një vendimarrje, çështja është në hetim. Nuk mund të them se si do jetë vendimarrja, nëse do ketë apo jo, por ajo që u garantoj do jetë një vendimarrje e bazuar në ligj, në prova që sigurojë hetimi, duke marrë parasysh edhe arsyet se pse ku vendi ka vendosur udhëzimin e kërkesës. Nëse s'do të kishte shkelje të ligjit, tha krye prokurori, nuk do të kishte hetim. Pra si duket Karanja SPAK është i bindur në vetvete për atë se çfarë po heton ndaj ish zëvendëskryeministres Belinda Balluku apo jo? Kjo nuk kuptohet. Tani bëjmë një vështrim krahasues. Pyetja është që hetimet u bën vetëm këtë lloj forme, vetëm për Ballukun apo janë bërë edhe për persona të tjerë, për zyrtar të lartë. Në kontekst që për zonjën Balluku janë bërë të njëjtat procedura që janë bërë dhe për zyrtarë të tjerë. Madje ka qenë vetë zonja Balluku me motrën e vet që ka pas sistem në vetin që ka kontribuar. Pra, në ke person që nuk duhet flas për sistemin e drejtësisë, është Belinda Balluku vet, sepse ka marrë pjesë në reformën e drejtësisë, është mburur për reformën e drejtësisë dhe ka pas dhe motrën, pra që i ka çeku, kështu që është person i cili nuk mund të flas. Tash lidhet me shkelësit e ligjit. Janë dy shkelës ligji.
ligjet administrative dhe ligjin penal. Për Klodian Braun dhe për prokurorin në përgjithësi, janë vetëm ata shkelës ligji të cilët kanë shkel kodin penal. Pra shkelja e kodit penal, pra shkelja e ligjit penal, përbën vepër penale që është objekti i prokurisë. Sepse mund të kesh shkelje tjera që nuk janë madje dhe vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me privatësinë kur gjendet telefoni thotë që jeta private nuk duhet të përfshihet ndosje. Mund të kesh një foto, një komunikim e tjerë, pra s'ka lidhje jeta private, pra Klodian Braun thanë në qartë. Ajo që ka lidhje me shkeljen e ligjit penal do ketë penalitetet. Tani ndjen intime dhe fakti që pa cënuar sekretin hetimor dhe pa cënuar dhe parimin e prezumimit të pafajësisë, ka dalë në media që pretendohet nga ana e SPAK-ut, pra akuzohet më saktë, Belinda Balluku që ka një vilë në zonën e Dërmiut dhe është në emër të një personi tret, prestanome. Pra është vilja jote, ne ka ngrit akuzë. Ne emër të iglitares, pra është regjistruar që dyshohet se i përket Akuza e Belindës Ballukut. SPAK-ut, kemi mbledhur të gjithë provat dhe të gjithë të dhënat dhe themi që kjo shtëpi është e jote. Dhe gjykata e apelit vendosi lënë në fuqi të sekuestrës së kësaj vile. Po, shtëpia është e jote dhe ti këtë shtëpi është e jote. Kjo është akuza e ngritur nga ana e SPAK-ut. Kemi shtim akuzash për zonjën Balluku, pra akuzat e para ishin të shkeljes së barazisë në tender, tani është shkruar dhe akuza tjetër. Korrupsionit dhe pastrimit parave. Dhe por prap është. Po janë në kuadër dyshimesh, zyrtarisht unë nuk e di që të jetë ngritur si akuzë. Në regjistrin, deklarata zyrtare e SPAK-ut tha, në regjistrin e njoftimit veprave penale, po formulimi 287 kodit procedurës penale është një regjistër dhe ka një kolon. Ka ardhur urdhri prokurorit të shtu dhe kjo vepër, pra ka pasur një urdhër prokurorit që është rënduar pozita procedurale, se mund të ndodhë kur shtohet pozita procedurale në rast se do pushosh një akuzë, se më përpara pushimet i merret te prokurori duhet të shkosh në gjykatë. Pra ti mund ta shtosh akuzën, pra prokurori të ngrej akuzë, po pushimi i akuzës mbrapa do të shkosh në gjykatë. Pra në rastin konkret kemi shtim të akuzave ndaj zonjës Belinda Balluku. Është shtuar Belinda Balluku dhe akuza e korrupsionit dhe përfitimtar është një akuzë e cila, domethënë, ka masë të dënimit. Bëhet fjalë për tash i afër, domethënë se këto janë marrë me rastin e zotit Berisha, për shkakun që bëhet fjalë për 2008. Këto janë gjëra afër, kështu që janë të brenda fatit parashkrimit, jemi në pritje nëse është diskutuar në mediat që ka dalë që është bërë kërkesa për heqjen e imunitetit, por pa qartë ishte aty, nuk u kuptua gjë aty për shkakun që kanë shkuar apo jo. Ka shkuar apo jo, nuk ka dalë në media, domethënë sepse media do merret paktën në moment që shkon kërkesa në kuvend, protokollohet, shkon te protokolli, bëhet shënimi i sekretarisë që ky material erdhi, deri tash kjo gjë nuk ka dalë. Se si rregull do ndaj, do shkote në komisionin përkatës, shkon nga kryetarit e komisionit, se është rregulli i funksionimit të parlamentit, se në çdo institucion shtetëror, se si shkon që vetë në zbatim një kërkesë e një organi tjetër kushtetues. Mendoj që Braun u tregu dhe i kujdesshëm flet në përgjithësi, se s'mund të flasësh për çështja konkrete, se është dhe sekreti hetimor. Pra, domethënë është gjetë një, por për mua është shumë e rëndësishme ngritja e standardit të provueshmërisë. Pra kur diskutohet e shkel ligji, kemi një standard prove. Pra provat që janë marrë sot që janë si bazë që provat, pra janë Sky ECC komunikimi, e vërteta që korespondon në terren, pra duhet të jetë një sër provash që lidhen se vetëm me Sky. Në rastin Ballukut paktën një pjesë e mirë e provave. Atë se çfarë prokuroria cilëson të tillë është nga sekuestrimi i celularit të Vis Berberit, janë sekuestruar sepse ne dimë që janë sekuestruar edhe laptopet celularë tek familjarë të afërt të Ballukut. Se çka dal nga aty ne me sa konstatohet dhe sa ashtu shikohet që bëhet fjalë edhe dëshmitarët. Pra, shoferi personal, se to dëshmi dolën media, thotë që ka dhe përgjime. Shkova te vila shefes. Pra, futa dru se ka shefja me rak, është një moment. Drun tani. Kjo është diskutimi lidhja me shtëpinë. Pra, SPAK-u do hetoj. Se sot për shembull një person s'jep një makinë. Për shembull, na shkoi çdo orë sot s'ta japësh makina ime si leka tjetër në shtëpi. Të ishte shtëpia tjetër. Pra, ndoshta mund të ketë njofje varet nga njofja se ta jep çelësës së lek kush çelësës sot. Sot s'jep si i thoni shpresë si gur me çakokën ndar shtëpinë. Megjithatë, është hetimi që do ta sqaroj. Domethënë është hetimi që do ta sqaroj dhe është parimi i prezumimit të pafajësisë. Patjetër, shikoj, ne kemi dhe unë do ta rifleksoj që për çdo rast zyrtari kriminali i cilësuar i tillë në zhargonin e përditshëm
ka një prezumim pafajësie, derisa të ketë një vendim të formës së prerë nga gjykata. Personi prezumohet i pafajshëm, sepse mund të ngrej organi akuzës siç është SPAK apo dhe një prokurori rrethi akuza pafund, por në rast se nuk provohet dhe gjykata thotë që pafajshëm, personi na deli pafajshëm dhe i gjithë diskutimi që është bërë vetëm mbi akuzën që ka ngritur SPAK apo një tjetër prokurori shkon dëm, prandaj do duhet jemi gjithë një të kujdesshëm, edhe unë si moderator, por dhe të ftuari dhe bërë shumë mirë Karandha që ndërkohë të pjesë. Motra vetë ka qenë vetë Vetingu. Këta kanë qenë të lumtur si parti, kanë nduar trokit. Kështu që ky standard, këtë torna keni prodhu vetë, kështu që tani prit. E qartë. Faleminderit Karandha. Bravo foli dhe për çështjen e imunitetit, që tha mund të ketë penguar hetimin, ja rikujtoi edhe një deputet i tha, po dhe mund të ketë dëmtuar, po tha edhe mund të jetë të dëmtuar hetimi. Çështja e kërkesës së dytë është pak e vështirë. Bravo, domethënë tha që kuadri ligjor ky është. Nëse ju nuk e jepni imunitetin, nuk e jepni, ne do vazhdojmë hetimet dhe këtë nuk e pengon. E vërtet është kjo që thoni. Edhe unë e dëgjova zotin Bravo, po gjithsesi duhet të them diçka zoti Bora dhe zoti Karandha. Shumë parimor jeni dhe ju përgëzoj për këtë anën parimore që keni, por nga ana tjetër duhet të themi dhe diçka tjetër tek opinioni publik që të kuptojmë në të vërtetë se si është sistemi i drejtësisë aktualisht. Në rast se ne themi që zonja Balluku kishte motrën e saj në sistemin e kontrollit dhe verifikimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, do të thotë që kjo i pastroi situatën e mëparshme të korrupsionit dhe sigurisht sot kemi antikorrupsion, pra nuk janë të korruptuar. Por ajo paralelisht hetoi dhe anën profesionale të prokurorëve. Dhe si ka mundësi kur kjo pas ka hetuar anën profesionale të prokurorëve, kjo nuk dashka, pra motra e sajt, pra zonja Balluku, me bashkëpunim me zotin Rama të shkoj përpara një drejtësie e cila është edhe e kundër korrupsionit për shkak se u hetua, u verifikua, mirë, dhe nga ana tjetër dhe profesionalisht korrekt për shkak se u hetua në vetin. Pse Partia Socialiste zoti Rama, zonja Balluku ka frikë vetë nga reforma e sajt? A mundet ju lutem të bëjmë edhe një hipotezë dhe një skenar? Në rast se zonja Balluku që ka në të vërtet, po, që hetohet për korrupsion, ne nuk na lindet drejta të mendojmë që është e vërtetë që po hetohet për korrupsion. Një sekond, ta mbaroj. Jo, është gjë tjetër po them. Okej, jepi. Zoti Zhdema. Tani, dëgjoj pak tani, të them këtë që është më e rëndësishme. Kur motra Balluku, ministre, akuzohet për korrupsion, ne na lind e drejta për të dyshuar për korrupsion në veting? Sepse në rast se ti je një person që ke pastruar ata njerëz dhe janë në aspektin profesional jo më korrekt, për shkak se ke motrën, neve na linde drejta që një prokurori tjetër, jo SPAK-u, jo e zakonshme, një tjetër të hetoj këta të cilët kaluan këta individ në veting. Pra, vetingu ka dështuar si me ata të shkarkuar dhe me ata të cilët u konfirmuan. Sepse pikrisht burimi i korrupsionit ka vazhduar dhe ky ishte një mashtrim publik vetingu. Sepse pikrisht e pat një sekond. Pikrisht e pat shumë qartë çfarë ka ndodhur me këta pikrisht që kanë lejuar, konfirmuar këta të pastruar të vergjerit të fare. Tani shkojmë tek ana, nuk mund të jetë variabël, domethënë, fakti që u bë vetingu dhe po jo më variabël nuk mund të tani ai i cili ka kaluar nga korrupsion që këtu bënte nami këtu në këtë vend tani edhe këtu ushiste familja, ushiste shtëpia, ushiste gjithçka, edhe u miratonin nga gjykata të bënte nami këtu korrupsioni, edhe këta të cilët ishin pjesë të atij korrupsionit tani janë pastruar tani me këtë tallin tani. Okej. Tani shkojmë pak te rasti të zonja Balluku. Me datën 16 korrik, gjykata e ligjit, që është gjykata e lartë, po, mundet të futet në interpretim të kënenit të kodit penal, të kodit procedurës penale për pezullimin e detyrës së saj si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës. Tani këtu duhet të kuptojmë, në rast se relator është zoti Panda, sigurisht zoti Panda vjen nga Partia Socialiste, sepse ka qenë ish ministër i drejtësisë. Vetingu, si reforma në drejtësi, pastrohet politika,
pastrohet drejtësia nga politikanët dhe në krye të gjykatës së lartë është një notere, është një ish-ministër, pra janë gjithë këta individ të cilët popullit e kanë mashtruar që do jenë magjistrat, do jenë njerëz normal, dhe tani në datën 16 korrik zonja Balluku do gjykohet për rastin e pezullimit të detyrës saj si ministre. Mund të bëj interpretim gjykata e lartë për shembull? Po, patjetër se është gjykata e ligjit, po, është gjykata e ligjit. Po, sepse gjykata kushtetuese është gjë tjetër që kryeministri kërkoi interpretim, që ajo ishte në botë tjetër, kupton, me notera aty me, mos them në një fjalë tjetër tani se tjetër histori jo. Dhe te gjykata e lartë mund të vlerësoj nëse gjykata e lartë ka bërë detyrë për mua. Jo do të vlerësoj. Ka për detyrë për mua të futet dhe të thot ka qenë i drejt vendimi shkallës parë dhe shkallës dytë, po Spaku ka mundësi të kërkoj pezullimin e të futet në punët e ekzekutivit apo jo? Kjo është detyrë tani e gjykatës së partisë. Këtë që zbëri dot kushtetuesja e bën gjykatë e lartë, ëh? Po, do ta kishte bërë që në fillim, po për shkak se kemi këtu problem. Subjekti që është cenuar nga kjo gjë. Vajtin kushtetuese direkt? Jo, kryeministri vajti në kushtetuese. Subjekti vetë. Subjekti kryeministri nuk ka se shkon në gjykatë lartë. Do të subjekti vetë që është cenuar nga kjo vendimarrje, që është zonja Balluku, të kaloj shkallët e gjykimit. Ne kemi thënë gjykatë zhvima, e kemi diskutuar. E kemi thënë, po kush na dëgjon? Që përveç kryeministrit që bëri kërkesë kushtetuese ka një shkallë, ka një rrugë tjetër që janë shkallët për shpjegim. Po, tjetër tani kjo. E kemi shpjeguar. Shkallës parë apelit të gjykata e lartë dhe gjykata e lartë duhet detyrimisht të futet dhe të bëjë një interpretim të tillë dhe unë jam i bindur që do ta bëj këtë gjë. Pse? Sepse mesazhi është shumë i qartë dhe shumë i saktë. Shqipëria nuk ka një drejtësi të pavarur. Dhe kjo drejtësi ka ndihmuar Edi Ramën vazhdimisht. Tani është momenti që kjo drejtësi t'i thot vetes do ndihmoj Edi Ramën apo do shkatroj veten. Me qartë. Ose në fund fare do shkoj të kthehemi tek shteti i së drejtës. Okej. 3 rrugë ka zoti Panda dhe noterët e tjerë dhe në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese të zgjedhin edhe për veten e vet, sepse un kam një frikë se Rama mund të dalë viktim vazhdimisht, po kam frikë që mos t'i marrë dhe t'i bëj viktima dhe statistika këta të Spakut, këta të gjykatave, sepse është krenuar shumë, edhe ai krenohet me viktima. Ta dini ju. Do të them një rast tjetër. E marrni mend kur Rama në gusht të 2025-ën i goditi gjyqtarët dhe prokurorët. E marrni mend rastin e tetorit 2025, çfarë tha Rama? Fajin e keni ju se s'dini të mbroni veten tuaj. Ose u mor me shemjet në fest me prokurorin Gjeli. Po. Shkurtimisht Karanja. Ju ja bëni vetes, nuk ja bën ai. Një moment se kemi edhe një çështje të fundit. Një moment dua të rikujtoj pak çështjen e imunitetit sepse u fol nga një deputet këtu në komision që tha që çështja e imunitetit ishte kufizuar për deputetën në vitin 2012. Sepse ju keni qenë prokuror atë kohë, do ta dini, dhe u rikthye nga Partia Socialiste në 2026-ën. Si qëndron kjo? Në 2012-ën ka qenë më lehtë kur kërkoi një nga prokuroria e përgjithshme arrestimi një zyrtari të lartë, një deputeti? Kemi diskutuar edhe më parë. Ushtrimi i ndjekjes penale për zyrtarët e lartë në bazë të nenit 141 të Kushtetutës, ushtrimi i ndjekjes penale bëhet nga prokurori i përgjithshëm. Prokuroria e përgjithshme prokurori i përgjithshëm ushtrohet në ndjekjen penale dhe gjykata e lartë kishte jurisdiksion fillestar. Pra gjyqi mbaronte në gjykatë lartë, s'kishte apel. Kështu ishte vendosur me Kushtetutën që në vitin 98 që u bë Kushtetuta, u procedua që u mendua nga anëtarët që shkon drejt edhe hetimin e bë prokurori i përgjithshëm, duke qenë se këtë bësh me zyrtar të lartë dhe niveli i hetimit duhet ishte nga zyrtarët e lartë. Në vitin 2012 pati një kufizim imuniteti sepse më përpara ishte për të regjistruar emrin, se të qaroj për publikun, kur fillon ndjekja penale, ka 2 momente. Ka ndodhur një vepër penale që nuk dihet se kush e ka bë, dhe regjistrimi i emrit në regjistrin e njoftimit veprave penale se ke bërë një vepër penale, ai është moment shumë i rëndësishëm, sepse do kërkoj vendim pushimit. Pra, nëse të regjistrohet emri, ti s'mund ta je person nën hetim, dhe një person nën hetim duhet i pushohet ose të çohet gjyq çështja. Dhe në këtë moment 2012 pati debate në reformën për lidhje me kufizimin e imunitetit, u ndryshuan edhe shumë ligje, sepse
ka kohë Shqipëria po synon ty në Evropë. Një nga këto që ishte dhe kufizimi I imunitetit për zyrtarët e lartë. Dhe ndodhi kufizimi, këto kufizime që u bën. Janë bërë në 2012 dhe është lënë që arrestin në shtëpi. Pra, dhe formulimet atë kanë qenë formulime gjysmake në kuptimin, domethënë sepse kemi diskutuar dhe herë tjetër. Kryeministri I Shqipërisë, mund të jetë Rama, mund të jetë tjetër. Nuk ka rëndësi, po flasim për kryeministrin, duhet ta di mirë se për çfarë masa sigurimi merret autorizimi në kuvend. Aty janë ca formulime nga disa persona që për mua janë më shumë teoricien se sa prakticien, që thonë heqja e lirisë ose çdo lloj forme tjetër. Duhet të qartë çfarë heqje lirie, për çfarë nene shkon në kuvend për masa sigurimi. Duhet të qartë. Neni 237, 238, kontrole, dhe tjenë me numra. Kodit procedurës kërkohet autorizimi kuvendit është I qartë. Ajo ishte kjo paqartësia që është bërë në 2012, por në 2016 që u bërë reforma në drejtësi shkencëtare që kemi diskutuar. Bojë pra tamam ligjet. Ku je? Se si aty keni marrë gjithë, keni marrë një, si që thonë, I banjo me lekë janë. Të si bëni ligjet të që. Të që këtu del prapë paqartë. Është ky kufizimi I cili për mendimin tim nuk ka për të ndryshuar. Bravo tha që për të ishte për ne, tha donin të kishte fare imunitet. Po kjo që tha, kjo nuk bëhet. Pra për këto lloj dy vepra, arrestin në shtëpi, arrestin në burg, kontrolli personal, çdo lloj kontrolli dhe kontrolli I banesës janë veprime procedurale që kërkojnë autorizimin e kuvendit. Pra, ajo ka gjë që shkon se do shkoj në kuvend ti kontrolloj shtëpinë, ai ta pastroj shtëpinë, ai do sa shkosh ti kuvend, shkoj kërkesa, ai shtëpia digjet shtëpia më ose di shtëpia aty edhe lopt ke pa shtëpi e kanë nxjerr lopën e viçit, s'ka asgjë ose s'ka kuptim si të kontrollosh shtëpinë ti. Vjen një kopshter. Ajo është pa kuptim. Më lër të të kontrolloj pak. Mirë, kemi edhe çështjen e fundit ku dua të diskutoj për sa I përket rolit që ka marrë tashmë BKH-ja me një arrestim që bërë në qytetin e Durrësit. Të lutem regjia, më kalo siglën dhe rikthehemi të diskutojmë. 2 ditë më parë, Byroja Kombëtare e Hetimit për herë të parë mbas krijimit që në vitin 2020 po themi, ku morën dhe agjentë e parë kreu arrestimin e parë pa pasur prani të policisë së shtetit, pra në lloj forme u shmang organizata e policisë në qytetin e Durrësit, u arrestua një I shpallur në kërkim, Adi Çoba, I njohur ndryshe me nofkën Bazholi, pjesë e operacionit Ura të vitit 2025, pra në maj të vitit të kaluar, agjentët sigurisht nëpërmjet metodave tyre duke ndjekur bashkëshorten e tjera me radhë arritën ta lokalizonin dhe bën një arrestim pa pasur nevojën e policisë. Kjo ishte paralajmëruar, po në të njëjtën ditë që u krye arrestimi ishte paralajmëruar dhe nga Klodian Brau gjatë Komisionit Reformës Zgjedhore ku foli dhe për rolin e Byrosë Kombëtare të Hetimit. Karanja, me qenë se e lam për gjysmë diskutuam shumë gjatë, çfarë do thotë ky rol I ri I Byrosë Kombëtare të Hetimit, përse u shmang policia e shtetit? Tani, për sa I përket kompetencave të policisë gjyqësore, kompetencat e policisë gjyqësore, një nga kompetencat është dhe arresti në flagrancë, zbatimi I masave të sigurimit. Pra jemi para një kompetence formale. Policia gjyqësore, aq më tepër BKH-ja e kanë këto kompetencë. Pra mund të arrestojnë? Mund të arrestojnë Po si se kanë bërë deri tani për shembull apo? Tani, rast mas rasti, duke pasur parasysh ngarkesën e punës, dinamikën dhe rolin dhe personit që do arrestohet, sepse ke zona caktuara që agentët e BKH-s nuk mund të futen dot dhe të kërkojnë ndihmën e policisë. Madje ka raste të veçanta, siç ndodhi dhe rasti I Korçës, që u vra oficeri I policisë sepse duhet të shohësh dhe burimin e rrezikut, se këto kanë rrezik. E qartë. Kanë rrezik kur ndërhyn duhen profesionistët të trajnuar pikërisht për atë punë. Dhe policia e shtetit ka sektorin e veçantë që është Renea, reparti I Renea dhe FNSH që janë të specializuar në ka persona. Është çmuar nga agentët e BKH-s, nga oficerët e BKH-s që mund ta bëjnë vetë operacion dhe është procedura në bërën. E kam vlerësuar rrezikun, është me vlerësim rreziku. E qartë. Dhe vlerësoj nuk ka, domethënë ne mund ta bëjmë këtë dhe e ka bërë. Dhe duke respektuar rregullat, sepse gjithçka është me plan e masave. Bëhet I plan masë, si do arrestohet, si do futemi, bëhet studimi I zonës dhe kanë proceduar në arrestimin e personit. Por këtë kompetencë ai e ka. Okej. E ka madje, kjo është e rëndësishme që ta kuptojmë. Madje
mund të arrestojmë flagrancë, flas se është zbatimi masës sigurimit dhe arrestim flagrancë. Ligji parashikon që edhe qytetarët kur ndodhi vepër penale mund të arrestosh flagrancë, pra e kap personin, bën një vepër e kap e ndalon. Derisa të vi policia, ke drejt, sepse domethënë nuk është heqje palishme quhet arrestim civile. Arrestim, pra kjo është si kompetencë, por duhet setor. Do marri policisë. Bëhet shpejt. Nuk je ai komisariati numër 2 i Lushnjës. Po që ka qenë komisariat numër 2 në Lushnjë që në vetë shkote ne e mashin, e çonin ne. Tani ti ke mjetet e komunikimit sot, merr policin, ka bërë këtë veprim rishkelës ligjit, ka bërë dhe ti e shoqëron ti. Por vlerësimi i rrezikut është sepse mund të ndodhë që është personi i rrezikshëm. Se këtu është pra çfarë kapaciteti ke operativ që ta kapësh tjetin dhe pa sjell pasoja. Sepse unë jam për atë më mirë të hiqet mos vriten në rrugë, siç ndodhi në Korçë. E kishin ka prapë kishin gjetë. Pra ky është te vlerësimi i rrezikut. E ka vlerësuar, doli me sukses, kanë bërë që nuk është nga ata persona dhe mund ta bëjnë, e kanë bërë, por më është diçka pozitive. Pavarësisht se nuk është bravo, edhe kur e pyetëm lidhje me policinë e shtetit, tha në ndryshim nga relatimet e bashkë, thotë ka elementa, por në përgjithësi bashkëpunimi është i mirë. Pra këtë rast shumë kemi menu kemi bërë. Po pse s'ka kapur policia deri tani për shembull këtë personazh, po vajtë në kapën këta. Tani çfarë ka ndodhur se këtu lindin dyshime. Tani nuk ka pas informacione, SPA-u ka mjete tjera, komunikimi ka, mund të ketë agent tjerë, në terren ka shqiptarët huaj, dhe më thënë që mund të verifikoj vendodhen e ti, se në Durrës tash, Durrësi është miks apo s'është dhe kohë e pushime, s'dihet se kush është aty. Një qartë, çfarë shërbimesh dyshëm mund të ketë. Kështu që ata e kanë gjetë, e kanë shoqëruar. Nuk mund ta paraqitojmë policinë e shtetit. Jo, mirë shikoj që ne do bjem dakord që deri në një moment të caktuar, Altin Dumani ka qenë deri në dhjetor të paktën që kemi pasur raportime dhe ka kritikuar policinë e shtetit për le të themi mënyrën se si kanë pasur bashkëpunimin. Këtë do ta pranojmë ne sepse janë dekonspiruar operacione dhe e ka thënë ai, nuk po e themi ne po citojmë ligjërisht çfarë ka thënë. A ka ndryshuar raporti i policisë së shtetit sot me prokurorinë e posaçme? Po, këtë mund të dalë dikush dhe ta konfirmojë, sepse duhet që ka një lloj qasje më pozitive për të bërë ca punë të mira në raport me ligjin, por do duhet ta shohim deri në fund të rrugtimit në Kalanxha. Edhe me veshjen e BK-s, po, ata bëjnë edhe oficerët në ndjenin time merr, domethënë plotësojnë ato normat fizike që bëjnë që kanë aftësi fizike deri diku. Pra e kanë çmuar dhe është realizuar me sukses, që njohja e planit masave dhe si do bëhet arrestimi person. Faleminderit Kalanxha. Zhlima, dhe për mbyllim bashkë tani. Po politikan për shembull ndonjë moment të caktuar mund të bëj BKH-ja në flagrancë. Për shembull, do të marr rast supozuar. Nëse po rastin balluku, po themi, e thënë të zyra. Mund ta bëjnë, ëh? Është ndalim, e kanë të drejtë ta ndalojnë. E ndalojnë, po nuk mund ta marrin më shumë se 8 apo 10 orë sa është ajo e drejta ligjore dhe përveç kësaj, në rast se duan të bëjnë përsëri një kërkesë në kuvend dhe pastaj të thënë që jemi në kushtet e flagrancës, sigurisht do detyrohet kuvendi i Shqipërisë të bëjë procedurë të shpejtuara kështu me radhë. Por është një skenari i arrestimit, por gjithmonë po ka miratimin e Ramës, nuk do të pa Ramën i nderuar. Mos mendoni se janë të pavarur dhe këta të BK-s. Familjet i kanë për shtet, punojnë në pushtetin e Ramës. Këto arrestimet kështu të BK-s, vlerëson pozitive këto arrestime, dëgjoj mos të bëjnë. Do presim dhe të vijë ambasadori amerikan, se kjo do luajë një rol shumë të rëndësishëm edhe me drejtimin që Brau do të ketë në SPAK. Pra, kur vjen një ambasador, do takoj Brau, takojnë fillimisht, Brau do marrë iniciativë. Po paralelisht mos harro se agenda e Ramës do jetë në vijim, pra nuk është se do të shkëputet nga agenda e Dumanit. Dhe Brau tani që të arrestojë njerëz të cilët kanë një peshë të caktuar, do vendosi BKH-n aty kur janë ban, dhe kur aty kur nuk janë ban do të ftojë organizatën kriminalet policisë të partisë. Po jam mos e thash. Ja, e mirë të hajde, më falë, korrigjoj ti pastaj. Por e vërteta është. Ti japi një lloj suporti dhe morale, kupton që të rregullojnë gjërat ose ata janë kap në flagrancë tani organizata kriminale policisë partisë tani të lutem shumë. Tani ajo është fakt konkret. Tani të më janojmë policët e thjeshtë të ndershëm, mirë, mos u ngatron. Okay. Jo, mos u ngatron se kam frikë se mendoj se ju fus në një kallup të gjithë.
Unë the për ata të cilët janë grada dhe ju torturojnë juve, jo për ju që të cilët jeni aty dhe punoni për një rrogë aty. Kjo është të tmerrshme, e kupton? Por këta bëjmë sqarimin. Tani, ne të themi këtu çfarë ndodh në situatën politiko-ekonomike dhe pushtetit në Republikën e Shqipërisë. Rama do bëj një gabim fatal sepse kur do përdori Brown se si do menaxhojë situatën e arrestimeve, kam mundësi që aty do ketë përsëri përplasje pushtetes dhe kompetencash. Dhe këtë gjë duhet kujdesen, por ata nuk do kujdesen dhe do bëjnë gabime. Dhe kur ambasadori amerikan do shkoj takoj Brown, ti do shikosh që BKH po bë lëvizje. Do shikosh që Brown po merr një pothuajse iniciativë të vet, po kjo nuk është e vërtet, sepse vjen gjithmonë me ndihmë të Ramës. Pa Ramën nuk shkoj më as i vend. Shikoj çfarë bën kë. Shikoj kë ke mbrapa ti. E di çfarë bërën këta Lloydje. Ishte bravo aty. Ishte bravo tani fshat. Shpjegoje pak tani këtë. Shikoj tani çfarë bën tani. Ky tani moralisti i madh 399, e kupton? Thot kë. A jeni këtu dakord që tina të azjasi mandatin e prokurorëve të SPAK-ut? Që mund të rikandidojnë. Po, rikandidojnë dhe të rinë aty. Pse më vlla tani, unë prokuror kam qenë, timi zjat tani pse të ndryshohet, pse ai pra PS-ja kërkon zgjatje të mandatit prokurorëve. PS-ja kërkon lere tani, PS-ja me thënjza kërkon, po, dhe tani u ngrit ky Blukbashi që nga humbjen humb PD-ja, dhe tha, jo nuk jemi dakord çan këto që thua edhe kështu me radhë, dhe u bë si një kakofoni aty brenda të kuptohet që nuk ka një marrëveshje që zjasi, por Ramës i intereson që zjatet mandati këtyre, pse? Se i ka përdorur, e kupton? Dhe vjen Ulsi dhe thot, tani, ne i kemi përdorur, janë tanë ato vlla, po duhem edhe tani të bëjmë ndryshime kushtetuese. Çe na duhen edhe këta të PD-s që hajnë gjithmonë sapunin për djath. Pse e them këtë sapunin për djath? Sepse Ulsi Manja i tha Oer Bulibashi, o erdhi tha, ne jemi 45 kushtetutës e ndryshove natën. I tha një sekret aty, asnjëherë se mori edhe se kuptoi. Sepse o erdhi kështu bën edhe te kodi zgjedhor. O erdh, ne jemi 45, për gjë tjetër e 45-a. Pra, do thotë që ky ja holli topin. Dhe tani do shikosh ti se si do futet ambasadori amerikan në loj, ti detyroj këta që na lej prap komunistat e SPAK-u. Që të bëjnë loj si ku po luftën krimin organizuar dhe krimin. Pra do zgjatet mandati mendon, a? Jo, nuk duhet të zgjatet mandati. Po do zgjatet. Po, sipas statistikës që ata janë budallëj, qyt 140 aty brenda, mund ta zgjasin mandatin sepse kur shkon amerikanë dhe i thot, ku e ke gocën ti, ku e ke çurin po në Amerikë, e mirë. Do të shkojnë të vinë këtu apo do rrinë atje? Zhdima, unë të falenderoj shumë, besoj prova po zgjatë mandatit si mendon do prevalon shumica, a? Ajo prevalon pensioni dhe presioni. Ndryshimi kushtetutës ka leja, pra duhet bërë një propozim nga Ministeri i Drejtësisë, duhet diskutuar sepse na ka rezultuar që gjithmonë ndryshimet brenda natës janë të rrezikshme. Nëse kanë mend ose është proceduar në zgjatjen e mandatit, duhet të bëhet iniciativa legjislative, por për mendimin tim personal duhet dhënë një zgjidhje, ose ti zgjatet mandati ose jo, ose për trajtimin më pas qoftë financiar dhe ku do shkojnë këta persona mas mbarimit të mandatit dhe për zgjidhjen të rrezikshëm për vazhdimin kanë dëmtuar vendin e karrierës. Tani atë dëm ekonomik kanë shkaktuar vendit. Janë të rrezikshëm, ato do shkojnë në shtëpi. Okej, mirë, do duhet ta shohim se çfarë do vendos politika, ne nuk kemi gjë në dorë, ne kemi në dorë vetëm të bëjmë një koment. Kur kemi në dorë, s'ke votë. Qytetarë këtë vendit jemi. Atëre, mirë. Që kërkoho apel dhe shkalla parë dhe SPAK në shtëpi sapo të mbarë mandate, se janë të rrezikshëm për vendin. Gylsen Zhllima, të falenderoj shumë që të kisha sonte në Sken Krimi. Ervin Karanxha e vlerësoj shumë prezencën tuaj sonte këtu. Të dashur shikues, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për mbrëmjen e kësaj të shtune. Do të shihemi me tjerë informacione sigurisht të mërkurën si gjithmonë në orën 21. Natë e mirë së bashku.